Mirë, tani do të ndalemi në një moment tjetër që do donim të ishte në kuadër të artit e atë që të sjell emocione e bukur që të sjell arti, por kur flasim për taksa dhe këto taksa na rëndojnë xhepat tan, asgjë e bukur nuk është këtu. Po se çfarë do të ndodhi në fakt me taksën e pronës, me ndryshimet që priten të pasojnë, ne do të kemi kënaqësi të diskutojmë në studio me zotin Edvin Stefani, ekspert taksash, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Dhe Reinaldo Pipiria, ekspert pronash, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, me sy gjeta. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne në fakt për diskutuar për një temë e cila për thënë vërtetën për shumicën e qytetarëve që tashmë kanë më shumë se sa një apartament, kam përshtypjen që do të jetë shqetësuese për sa kohë do të ndryshojë taksimi mbi pronën dhe e përkthyer në lek, si mund ta shpjegojmë konkretisht. Nisim së bashku zoti Stefan. Po, duhet kemi parasysh që faleminderit një herë për ftesën. Duhet kemi parasysh që ligji synon të taksoj pronat e dyta ka si objektiv kryesor, jo pronën aktuale. Në çfarë sensi? Është propozuar një rritje e ngarkesës nga 2 fishim deri në 4 fishim të ngarkesës, por ndërkohë është zvogluar baza e tatueshme e pronës së parë. Pra çfarë do thotë? Nëse ne kemi 2 fishin në përqindje të ngarkesës, por kemi zvoglimin me 50% të bazës, për një person i cili jeton në një shtëpi të vetëm, nuk do të ketë ndryshime thelbësore. Ndërkohë që ky është ndryshim, pra nuk do të ketë nëse do të ruhet pragu minimal i propozimit. Pasi duhet kemi parasysh që këshillat bashkiake dhe kështu kanë qenë historikisht ligjet taksat vendore, që këshillit bashkiak i propozohet një diapazon nga 0,1 deri në 0,2% dhe ai zgjedh midis këtyre diapazoneve se kush është madhësia. Dhe nëse i referohemi diapazonit më të vogël, nuk do të ketë ndryshime për shtëpinë e parë. Nëse i referohemi diapazonit më të lartë, atëherë do të kemi 2 fishim të taksës aktuale. A do të vendoset kufirimi i lartë apo i vogël, kjo në fakt mbetet në diskrecionin e Këshillit Bashkiak, por me çfarë kam kuptuar unë nga historia, Këshillit Bashkiak në Shqipëri prirën të vendosin taksat më të larta të mundshme. I referohem taksës për të njëjtën kategori për më tepër, i referohem taksës ndikimit të infrastrukturës, e cila është nga 4 deri në 8% dhe është 8%. I referohem edhe taksave të tjera të cilat variojnë në vlerë, por janë me diapazone që zakonisht janë vendosur në kufiret maksimal. Pra, kemi parasysh që kjo është diçka nga Këshilli Bashkiak, që varet në Këshillin Bashkiak. Nëse Këshilli Bashkiak vendos minimalen, atëherë eventualisht, siç e thash, do të kishim vetëm të njëjtën pronë. Ndërkohë që për pronat e dyta, kemi nga 2 fishim, sepse nuk ekziston ky 50% i bazës tatueshme. Pra, është vetëm efekti i përqindjes, vetëm efekti i ngarkesës. Dhe efekti i ngarkesës është nga 2 fish deri në 4 fish. Dhe kjo do të ketë efekte. Gjithmonë bëhet fjalë për efekte të cilat, sepse përqindjet janë në nivele shumë të vogla, bëhet fjalë për përqindje të cilat me të vërtet rrisin përqindjen, por vlera që rritet nuk është diçka shumë e madhe. Megjithatë duhet të pranojmë që perceptimi i rritjes është personal, por unë mendoj që një taksë e cila rritet rreth 50.000 lekë, 60.000 lekë të vjetra në vit për një familje është e përballueshme, po kjo mbet në gjykimin tim, sidoqoftë. Megjithatë, zoti Pipiria, duke pas parasysh gjithë çfarë u shpjegua pak më sipër në aspektin e taksave, sipas jush si do të ndryshojë peizazhi i pasurive të patundshme në Shqipëri, nëse do të jetë ky lloj konfigurimi, të themi, i taksave? Çfarë efektesh do të ketë? Nëse flasim për sektorin e residential, pra sektorin e strehimit, mendoj që nuk do të ketë ndonjë ndryshim thelbësor në gjithë përbërjen e tregut, për shkak se në momentin që shikojmë projekt ligjin e ri, nëse ke një banesë të dytë, shkon nga 0.05 që është aktualisht, do shkon në 0.2. Thënë ndryshe, nëse ke një pronë e cila është diku tek 200.000 euro, pronë e dytë, do të paguash 400 euro në vit. Kështu që incentiva që ti të dalesh në treg, ta shesës dhe të riformosh kapitalin tënd, mendoj që është minimale. Kushdo i cili ka 400-500.000 euro pasuri, 400-500 euro në vit patjetër që paguan. Kjo është në çmim referencë? Po flasim atëherë, vlera e pronës, më jepni pak sekonda për të shpjeguar pak ndryshime. Aktualisht pronat taksohen me një vlerë të caktuar fikse mbi vlerën e referencës për banesën,
për ndërtesën dhe toka është për metër katror që ti ke në zotrim, në posedim. Me projekt ligjin e ri që teorikisht duhet të hyjë në fuqi në 1 janar të 2026, ndryshon e gjithë skema, merret vlera e tregut e pronës, pra nxirret vlera e tregut e ndërtesës dhe vlera e tregut e tokës. Dhe këtu besoj, kur flasim për vlerën e tregut të tokës, sidomos me zhvillime që kanë pasur gjithkund në Shqipëri, sidomos Tiranë dhe Mbregdet, vlera e tregut e tokës është shritur shumë. Kështu që një gjë është e sigurt për shqiptarët që do të paguajnë 20 deri në 30% më tepër të paktën. Edhe ata që kanë një pronë, sidomos edhe ata të cilët kanë një vilë, po themi, apo një shtëpi private, nëse nxjerr vlerën reale të tregut, sidomos po të mbështetet vetëm te toka që mund të zhvillohet me një vlerë, me një lejë ndërtimi që do të ketë shumë kate, ndryshon totalisht historia. E sigurt është që shqiptarët do të paguajnë më tepër, minimalisht 25-30% për mos të thënë më tepër. Pse? Sepse vullneti, duke qenë një vend i cili drejtohemi nga të majtët, dhe duke parë kryesisht bashkitë që drejtohen nga të majtët, kryesisht politika e të majtëve shkon drejt traksimit. Dhe vullneti bashkive, sidomos Tiranë, ke parë që nuk ke parë në një ulje takse, por tarifat të përkohshme që të shtohen tek fatura jote, tek xhepi. Po mirë, vetëm edhe një sqarim tjetër. Një sqarim tjetër, se ju thatë, supozojmë që marrim një pronë, ndërtojmë një vilë, dhe paguan pra sipas vlerës së tregut të shtohet taksa. Çfarë ndodh me ata qytetarë që kanë banesat në kate të sipërme të një ndërtese? Do të jetë njësoj? Ka një mungesë... Pra e paguajnë atë tokën njësoj të gjithë? Këtu është për të parë. Normalisht, nëse do shkoni me një politikë bërje edhe me një taksim të drejtë, do duhet të merrej vlera. Pra vlera banesës, sepse në moment që ti je në një pallat, ti je bashkëpronar dhe i truallit në fund ditës. Por ka ngërçe, sidomos në momentin që një pjesë e mirë e apartamenteve janë trashëguar 250.000 nga sistemi i komunizmit. Kështu që jo të gjithë ata që janë banore kanë të lidhur tokën me ndërtesën e tyre, sepse nuk kanë qenë pronar praktikisht. Është ish pronarëve. Kështu që këtu është akoma e paqartë si do të aplikohet. Në të njëjtën kohë ka një paqartësi totale dhe është totalisht hermetike, mendoj, deri aktualisht nga Ministri i Financave, për sa i përket metodologjisë se si do të vendoset vlera në treg e pronave të shqiptarëve, që do t'i chargjoj, po them do t'i ngarkojnë në xhepin e tyre. Deri në këtë moment është një me çmime referencë. Pra qeveria shpreh deri në këtë moment me çmime të referencë. Jo, po do të kalojnë në 1 janar 2026 do kalojnë me vlerë reale të pronës. Vlera reale e pronës ka ndërtesë ka dhe tokë. Si do ta vendosin sot, Ministri i Financave nuk ta tregon se si do ta vendosi. Se si do të çmimet referencë të qeverisë janë për vlerën e tregut apo nuk janë të lidhura me tokën. Pra toka po të shikojmë vlera e truallit në Shqipëri. Flas për apartamente. Po flasim që ndërtesa që unë zotroj nuk është vetëm një apartament që qëndron apo një shtëpi që qëndron në ajër. Ka edhe tokën nga mbrapa dhe kur unë nxjerr në treg të pronë, kjo pronë ka një vlerë bashkë me potencialin e zhvillimit të truallit që është në atë. Nëse nëse do të bëhet një investim tjetër. Po pra, domethënë kjo do të ishte e ndershme dhe drejtë, domethënë për taksuar që të ishte e qartësuar. Gjithsecilin. Sot e kemi të paqartë këtë gjë. Megjithatë, jemi duke folur për gjitha qytetarë që disponojnë më shumë se sa një apartament, pra të paktën 2. Por ka raste që ka shumë pronar, biznesesh, cilët le themi kanë pronësinë e tyre më shumë se sa 2, 3, 4 apo shkojnë edhe deri në 20. Për gjithë ata që ndoshta janë ndërtues, që ka qelluar që të ndërtohet pallati në truallin e tyre dhe të përfitojnë përqindje të lartë dhe kështu me radhë. Çfarë ndodh në këto raste? Në rastin e bizneseve rritja është më e paktë. Por si të qoftë ekziston një rritje. Jo, po flasim për individ që kanë pronësi për individ që kanë një 5-6 apartamente. Pra më shumë se një individ i cili ka 5-6 apartamente, taksa e pronës i referohet pronarit të apartamenteve. Vetëm në qoftë se kemi pronat të cilat janë pa pronar, që janë që i përdor dikush dhe nuk ekziston ende dokumenti i pronësisë, përsëri ligji i referohet këtyre pjesëve, por në përgjithësi e paguan pronari, pra nuk e paguan qeveria. Pse bëjmë këtë pyetje, sepse mund të ndodhi për shembull që kjo iniciativë e qeverisë ta shfryjë pak tregun nga stoku i apartamenteve të pashitura. Për sa kohë ka ende efekt do të ketë. Për mendimin tim do të ketë. Është e vërtetë që stimuli financiar është i vogël dhe unë në fakt do të isha personalisht do të isha për një reduktim tërësisht të taksës për shtëpinë e parë, ndërkohë që për shtëpinë e dytë dhe tretë mund të kishte edhe tarifa më të larta. Pra, kjo është ideja, që në qoftë se ju dispononi disa apartamente dhe kuptohet që në këtë rast ju i keni këto apartamente për t'i dhënë me qira, pra është i klasifikuar realisht de facto si biznes, atëherë kuptohet që taksa duhet jenë më të larta. Ndërkohë që për shtëpinë e banimit, siç e thash, taksa në nivelin minimal ruhet, po ajo në
duke referuar çmimeve referencë, duhet parë se çfarë ndodh me vlerësimin e çmimit të tregut. Pra, me pak fjalë, ekziston një taksë e cila do të ketë një rritje të lehtë vetëm nga metodologjia në pritje e vlerësimit e rivlerësimit të ri të pronave, që për mendimin tim në fakt i referohet çmimit referencë. Pra, mund të dali Ministria e Financave me disa çmime të tjera referencë dhe kjo do të jetë nuk do të ketë ndonjë metodologji të veçantë për vlerësimin e pronës në bazë të tregut. Çmimi referencë ka dashur gjithmonë të kapi çmimin e tregut. Tani, edhe krahas edhe shpjegimit që bët ju, pyetja e radhës është e natyrshme edhe në atë që bëri Flori. Duke patur një rishikim të taksës, të pronave të dyta apo të treta, të themi, në fakt ndodh efekti kundërt, nuk shfryhet ky stoku i banesave të pashitura. Ndoshta bëhet theksohet edhe më shumë. Imagjinoni një person i cili ka bler 10 apartamente dhe nuk i jepin qira, sepse s'ka asnjë kosto financiare. E ka të reduktuar. Do t'i rritet kjo kosto financiare, eventualisht është më i nxitur që t'i japi me qira. Një ofertë më e madhe në treg eventualisht mund të ulësh. Ky është efekti pavarësisht madhësisë. Pra të bim dakord njëherë për llojin e efektit, është tjetër gjë pasaj nëse efekti do të jetë i ndjeshëm apo i pandjeshëm. Por efekti ky është, nëse rritet taksa, eventualisht një person që disponon shumë apartamente do t'i japi me qira, do prirët të ketë një kërkesë më të do të jeti predispozuar t'jap me qira. Do t'i vëjë në punë, do t'i shfrytëzojë etj. Por kjo do të ndodhte në një vend kur të gjitha politikat fiskale janë të ndërthura me njëra tjetrën. Në një vend kur ti merr një hedh në treg, një taks për pronës që maksimumi të çon 400 euro, po themi, për pjesën për një pronë të 200.000 euro. Por në të njëjtën kohë, që për mua është incentive ulë, por në të njëjtën kohë mban shumë të lartë taksimin mbi transaksionet e pasurive të paluajshme, automatikisht këto të dyja nuk do të shkojnë bashkë. Po prit se kam në një pyetje tjetër me këtë. Ka vetëm, në botën e taksimit të pronave, ka dy filozofi. O takson përdorimin, siç jemi duke taksuar ne aktualisht, ose takson, si që bëjnë holandezët, ti takson mirëqenien. Dhe taksimi mirëqenies do thotë përsa kohë që ti je i pasur, unë po të taksoj këtë pasuri, duke planifikuar që ti, nëse s'do kishe këtë pasuri, do marrë këtë sasi qeraje, po them nëse do vjen përdorimu, të taksoj qeranë e supozuar dhe në momentin që ti je në treg, automatikisht je i përjashtuar nga tatimi mbi transaksionet e pasurisë paluajshme. Kur ti takson qeran oportune ose qeran e supozuar, po zotrimin e një shtëpie 200, 300.000 apo 400.000 euro me vlerën e tregut, në atë momenti do fillosh ta mendosh, a jam gati ta mbaj bosh, se unë po taksohem sikur do të jepem me qera, apo realisht ta jap me qera dhe kjo qeraja të më paguaj dhe taksën sepse kam të deklaruar 100%, apo do ta hedh në treg. Dhe ta shes dhe të shpëtoj nga gjithë bara. Se ka akoma pa qartësi. Pra po flisnim për çështjen e taksimit të pronës, kur ke 3, 4, 5 dhe ti ato i shfrytëzon dhe si biznes. Po kemi dhe taks biznesi. Që është 0,15 dhe në 0,3%. Taksat për bizneset. Po, 0,15 dhe 0,3%. Pra, një pronë, nëse jemi në kushtet të tilla, nëse e kuptoj qartë, ju mas qaroni, nëse jemi në kushtet të tilla, unë kam 10 prona, më rritet taksimi në progresivitet, po themi, etjere, por nga ana tjetër unë jam e detyruar për shkak të taksave që ka, ta kthej në biznes. Paguaj dhe taks biznesi për këto prona? Jo, një nga dyja, nuk duhet paguash dy. Nuk ka duke taksim. Normalisht, oje qeradhënës individ, ose mund të hapësh një nipt dhe klasifikohet si biznes. Ndërkohë që duhet të sqarojmë edhe diçka tjetër, që në qoftë se ju jeni si individ dhe jepni me qera dhe është një biznes i cili e merr me qera këtë apartament, biznesi nuk paguan, jeni ju që paguani, është pronarja ai që paguan. Pra nuk është se ka taksim të dyfish në këtë pikë. Maksimumi duhet të pranojmë që ka një taksa e pronës, pronat në Shqipëri taksohet në momentin e lindjes së saj, me 13% të vlerës, që është fakt një vlerë shumë e madhe. është 8% plus 3% që jepet bashkisë, 11%, 1,8,3, 12%. 12%. Pastaj është taksa e cila kur shitet shtëpia, e cila është një çmim për metër katror, dhe pastaj është taksa për përdorimin. Dhe taksa për përdorimin fakt është minimale. Nuk është se ka një efekt shumë madh dhe unë nuk pres diferenca shumë të mëdha për të gjithë individët të cilët kanë shtëpinë e tyre, sepse do ta kemë me vërtet 50% më të lartë taksën, por do të kemë 50% më të vogël bazën e tatueshme. Gjithmonë nëse mberet në kufiri minimal.
Po. 8,01%. Kështu që kjo është ideja e efekteve që pritet nga kjo gjë. Efektet duhet ishin për mua në këto kushte duhet ishe që çmimet kur ndërtohet apartamenti, taksa e ndikimit të infrastrukturës duhet jetë më e vogël. Sepse unë e shoh këtë si një ndër shkaktarët për rritjen e çmimeve të apartamenteve. Dhe nuk është normale që një çiftëri të punojë 20 vjet për të marrë një apartament. Ndërkohë që ai që e mban pronën, pastaj nuk taksohet më. Dhe kjo është një politikë e cila duhet koordinuar për mendimin tim në këtë mënyrë që mund mos ta taksojmë pronën kur prodhohet, por ta taksojmë në përdorim. Dhe bëhet diferenca midis atij që unë që kam një pronë, e kam luksin të kem pronën time, të taksohem pak më shumë sepse jam më i pasur, sepse kam pronën, ndërkohë që unë që e blej dhe dëshiroj ta blej, duhet ta blej me një çmim më të ulët. Pra kjo do të ishte një koordinim pak më pozitiv i politikave fiskale, meqense hym deri te politikat fiskale. Copat e asnjëherë nuk merren nga fillimi deri në fund bashkë, domethënë. Besojmë që politikë bërësit, ata që i kanë bërë këto taksa, kanë përshtypjen se çot çkan në mendje, por a do ta kjo le të themi shfryt tregun, sa do të gjejë terren, sa do të mbështetet nga qytetarët, do ta shfryt tregun apo stokun e apartamenteve të pashitura, apo do ta stimulojë për të kthyer këto në biznese, edhe për të ulur qirat e apartamenteve, do të mbetet për të parë. Ne gjejmë rastin t'ju falenderojmë për këtë bisedë dhe mendime shumë të duhura për ne sot. Faleminderit. Faleminderit.